mbyllim kapakun. Po jo, ka dhe një konstrukt social që Për ju po. Po patjetër. Pse për ju jo? Po patjetër që ka konstruktin social. Nuk ka valencë sociale Por gjinia përfaqëson femrën dhe mashkullin. Po patjetër. Nuk përfaqëson diversitet në këtë gjë. Nuk përfaqëson diversitet. Janë tipare të tjera ato që është fjalë tjetër që duhet ishte përdorur nga këto mbretërit e projekt ligjit tuaj. Ta gjejnë dhe ta vendosin një fjalë tjetër. Këtu mos na sillin diversitet gjinor. Të lutem shumë. Gjejeni dhe vendos, nuk është detyra ime, unë jam biotek. Unë ditë të them pushtetin biologjik njerëzor të vërtetën e njeriut. Nëse ti nuk je njeri, atëherë më tregoj që si je njeri. Më vërtetoj që ti nuk je njeri. Dhe në ato streha ku keni çuar Luanën për ta mbyllur, le të çojnë politikanët fëmijët e tyre dhe ta shikojnë. Është një projekt i padrejt, është një lëvizje e padrejt, është një grop e zezë pa transparencë dhe po mbulohet me fjalë të bukura, të cilat të çojnë gjithmonë në deviancë. Asnjëherë nuk po i dalin ballë këtij problemi. Vërtet i bëjnë tranca fëmijët, po nuk i del kush ballë, i lejnë mes katë rrugëve. Kjo është situata. Tani, kam një pyetje unë se si kaos tani Dorina ju çfarë do të bëni se jo, po tani edhe opozita është vënë në vështirësi për shembull, që ka qenë në sinkron me ju. Opozita duhet të përfaqësonte konservatorizmin. Po jo, erdhi reagimi fort nga Brukseli. Do ta kishte bërë më përpara. Opozita duhet ta bënte këtë përfaqësi konservatore më përpara. Shumë vite më përpara, sepse e djathta është konservatorizëm. Po mirë, duke etiketuar për shembull emër nominal ambasadorin Gonzato, siç bëri për shembull Gonzato duhet të shikojë. Që erdhi dhe reagimi. Gonzato duhet të shikojë me ndershmëri se janë shkelur të drejtat e një tranci që mendojnë se po i mbrojnë të drejtat. Pra, ne kemi një tranc sot që është totalisht mes katë rrugëve, janë shkelur të drejtat e tij dhe nuk është punuar që të ndërtohet një jetë e tyre sikurse e pas kanë ndjerë hormonalisht apo është ndjerë në një dimension më dyshe në moshën kritike. Dhe në këtë moshë kritike është përdorur për promovim nga streha, se streha këtë ka model. Nuk ka streha model. Unë nuk kam parë nga streha të dali një shkencëtar normal, edhe me potencial mendjeje. Po unë kam parë që dalin viktimizohen dhe thonë ne jemi të sulmuar se nuk ndjehemi mirë dhe ne kur nuk ndjehemi mirë dhe jemi të dobët ne duam ndihmë, ja kanë dhënë fondet dhe këto fonde nuk kanë transparencë. Kjo është situata. Nuk kemi si ndihmojmë ne kur del një gjëm. Janë ata që duhet ta ndihmonin, ata që çuan në prokurori, ata e sulmuan dhe i bën presion. Kjo është situata. Pra kur të bëjnë presion do thotë që këtu ka diçka për të fshehur. Unë kështu e lexoj. Është akoma nivel pretendimesh, ëh? Unë kështu e lexoj. Se nëse do ishte në të kundër do e thërrisnin dhe do i thonin kush është problemi juan? Po është çik problem kur me pretendime jepen si të vërteta. Ai është një fëmijë. Se mund t'i ndodhi kujtdo. Që e kanë gjetur duke shitur. Mund shpifet edhe për ty, edhe për mua, edhe për ju. Dhe nëse këto i jepen si të vërteta të gjithëve, besoj prandaj është e nevojshme që për këtë situatë, e cila në pretendim është shumë e rëndë, do unë ngulkëm ta them të gjë. Por është e rëndësishme që tash ta kuptojmë të vërtetën. Asa keq. Ai donte të kthejë djalë. Ju mund t'i paradini të vërtetën, por është si problem kështu. Ai donte të kthejë djalë, të vjen të qash, ëh. Ai donte të kthejë djalë. Ka mbetur në udhkryq. Dhe kush ta ka bërë? Organizator. O jo thot. Fondet, modeli. Unë nuk e kuptoj çfarë po bëni, por mbas disa vitesh unë nuk dua të jem, e kam thënë një ndër ata që ka punuar për këtë rrymë. Unë dua të qëndroj tek rryma e natyrës biologjike dhe do luftoj fort për këtë. Kaq. Tani, se ju e përsëritet, po, duke mos reaguar askush për ta verifikuar këtë të vërtet relative që e cilësuat ju për rastin që u publikuan media, që po i referohet me qenë se ka komunikuar edhe Shiko, streha është organ publik. Ju si gazetar mund t'i drejtoheni për të kërkuar informacion. Tu ka të drejtë. Po jo, po pse vetëm te kjo po ndalemi? Do ky është problemi? Tani ti po thua për verifikim. Jo, institucioni juaj mund të jetë edhe iniciator, po patjetër. Po patjetër, pra se ai jeni si media keni kërkuar, është institucion publik ajo. Ju keni kërkuar informacion lidhur me këtë gjë? Po se këtu në këtë vend jeni mësuar sepse gjithçka media media e bën gjithçka këtu. Jo, po sipas te vetë që do të bëj komisioneri gjithçka. Tani unë fola për institucionin tuaj dhe ju më thatë në kryeterës që ne nuk bëjmë gjithçka. Tani ti bëj media këto, se media e ka për detyrë, ti bëj gjitha domethënë. Media i bën privatisht për burimin e vet, informacionin e vet. Jam këtu për të ta treguar institucionin. Po dakor, pra, po ju si institucion?
Po tani unë besoj se sqarove, në qoftë të diskutojmë neve po xhirojmë po e kërkon nga media, teksa nuk e bën ju si institucion i linjës, do ta bëka media. Keni kaq interes, jeni interesu po pyes apo jo? Jo mund të jepni përgjigje, jo deri tani mund të interesoheni nesër. Po sepse kauza juaj është pikërisht të drejtat e njeriut, lufta kundër diskriminimit, kështu që në sinkron jemi. Të nderuar, do duhet bëjmë një emision tjetër, t'ju shpjegojmë çfarë bëjmë dhe çfarë nuk bëjmë. Jo, patjetër e bëjmë me kënaqësinë, po jemi këtu në këtë pikë. Po sepse ajo i referohet rastit që u bë publik dhe ju gjatë gjithë kohës thoni që e vërteta është relative, ne nuk e dim ajo ka gënjur apo jo. Meqense ju se besoni. Po pse më thu mua koncepte që i ke ti në kokë? Nuk thani e vërteta është relative. Për mendimin tim, për mua, si jurist, si profesionist, e vërteta do duhet të verifikohet, sepse ose një thënie, ose një deklaratë, ose një çfarë do lloj gjëje. Pse? Sepse është kollaj sot që dikush të dalin media, të hedhë një diçka të pavërtetë, dhe neve gjithë ta marrim si të vërteta gjë dhe të bim gjithë rahat. Jo, nuk funksionon kështu. Sidomos në këto kohë ku shpifet shumë, sidomos media online, është detyrë që patjetër të diskutohet mbi fenomenin, por jo tipet si i vërtetë. Sepse atëherë ka që qeken institucionet se ne të vërtetën e zgjidh kemi kështu publikisht, secili e gjika vetë vërtet në vetë, e hedh aty dhe neve themi që kjo është e vërtetë. Unë mendoj që patjetër duhet diskutojmë dhe ne diskutojmë, tash neve po kthehemi sërish te e njëjta gjë. Mund ta bënim në lidhje me këtë argument, në lidhje me këtë situatë atë debatin ton. Po mendoj që të folëm një herë. Dhe unë jam gjithmonë i prirur që patjetër diskutohet, po jo tipet si e vërtetë absolute, sepse nëse është kështu, kjo është problem i madh. Besoj jo vetëm për mua, por për çdo. Se është kollaj kjo gjë. Prandaj diskutuam, folëm dhe unë nuk është se ka verifikuar njëri pra, se ka verifikime. Po ku e dimë ne, a dini ju po e verifikon njëri, a dini ju ç'mund të ketë ndodhur, domethënë se ju flisni me bindje shumë absolute për këtë gjë. Okej, presim, dakor. Po them, nuk është se Robert ke shumë pastaj ju e doni edhe e vërteta, më fal se e fundit. Nuk vjen kështu me një herë. Sidomos institucionet kanë nevojë se për shkak ligjesh dhe rregullesh dhe procedurash që kanë nevojë që të marrë kohë gjëja. Do hetohet, do pyeten njerëz, do shikohen dokumenta, gjëra pretendohet që kanë ndodhur në 2015, jemi 2025. Pra, ka aty punë për të bërë. E vërteta këtu është problemi i vërtetës përgjithsisht, vonon në vetvete. Është shumë kollaj shpifja, dhe është shumë kollaj subjektivizmi, se e hedh më i herë në treg, e vërteta kërkon një çik më shumë kohë. Sidomos kur të duhet bëhet nga institucionet, se patjetër dalin disa të vërteta shumë shpejt. Një filmim, një diçka mund ta nxjerrin të vërtetë shumë shpejt. Po disa të vërteta të tjera që duan involvimin e institucioneve për të dalë në dritë, duan kohë. Unë e kuptoj padurimin tuaj, por kjo vlen për gjithë institucionet. Ne po diskutojmë diçka që u bë publike në media. Po unë nuk e di tash ç'e veprimesh janë marrë. Jo, ti nuk e diskuton sepse nuk e merr të qenë. Di që jo, ne diskutojmë dhe unë nuk thash përkundrazi, ju thash që është një ngjarje shumë e rëndë ashtu siç është pretenduar, por që unë mund të flas mbi këtë ngjarje, të nisem nga presupozja që kjo çeka e vërteta, unë këtë se pranoj. Sepse unë jam i çik ndryshe dhe të vërtetën do duhet ta shoh tamam. E dashur. Këtë po them. Ka shumë të drejtë, sepse këtu në vitin 2025 kemi një të vërtetë që ka ndodhur në 2015, pra janë dashur 10 vjet që ta marrim vesh. Por ndërkohë është çuar dorina në polici në 2023-shin, 2024-ën, kemi bërë protesta, jemi dhunuar verbalisht me mesazhe, unë, fëmia im, Akili, kemi shkuar dyerve të gjykatës me Akilin, se e mbaroi Akili gjyqin, tani e kemi së bashku. Pra, kemi pasur të gjitha këto kosto derisa ka dalë një e vërtetë e tillë ku kjo parti e majt që i ka dhënë kaq prioritet dhe kjo politik liberale e cila dështoi në perëndim, tashmë po vërteton që ka dështuar këtu sepse e dërgon njeriu në këtë lloj transformimi, në këtë lloj dështimi, dhe ky lloj dështimi tregon fiks se çfarë është politika liberale progresive. Kaq. Do të thënë, ti e ke të vërtetuar të vërtetën, dhe thuhet që e vërteta që nga relative. Unë e kam të vërtetuar tashmë të vërtetën e vitit 2015, kur me dëshirën më të madhe kam lobuar kundër diskriminimit, por këtu nuk po lobojmë kundër diskriminimit, po kundër transformimit njerëzor, që ta bëjmë njeriu të tillë dhe ta lëmë në mes të katë rrugëve në mëshirë të fatit. Pra, kombi nuk është, politika nuk është për atë fëmijë, është shembull, ishin sa veta ishin në panel mbrëm? U zhduk sikur i kishte zënë kamera Luana. Largohu se na ke zënë kamerën dhe filluan të flasin prindër aty.
aty kishe aktivistë që flasin për prindërimin me një grind të madhe sikur janë në infrashëri, dhe ndërkohë as nuk u morën, nuk e prekën një pikë që kjo qenie njerëzore, ky fëmijë që ka shitur kikirik në Durrës, është në këtë gjendje që është sot. Ky është realiteti i të vërtetës. Nuk ka të vërtetë tjetër. E pa me sytë tanë. Nëse mohoni sytë, atëherë po kaloni në krizën e mendimit që kërkon kjo politik totalitare t'ju dërgoj. Pra ju duhet të dilni nga kjo hing, nga ky lavazh, dhe të qëndroni në realitet nëse doni të shpëtoni nga kjo që po ndodh. Dhe për fat që jemi çuar para kohe, që nuk i kemi lejuar që të hyjnë në shkolla dhe të evolojnë për të bërë sa më shumë lavazhe. Pra për fat që kemi 1, 2 a 3 sa mund të jenë. Pra nuk kemi 1000, se do ishte vërtet një dekadencë e inteligjencës së popullit shqiptar. Se vërtet jemi të varfër, apo na kanë mbajtur të varfër, apo politika kanë punuar që ne të qëndrojmë të tillë të izoluar, por realisht kemi një gen që jemi inteligjent dhe jemi dyshues, jemi kritik. Dhe kjo është e mirë, sepse ne diskutojmë, ne shikojmë dhe ne kritikojmë. Kritika nuk është për t'u denigruar dhe nuk është për t'u anashkaluar, kritika është për t'u analizuar. Në momentin që ti analizon, thua, kjo është e mirë për fëmijët tanë, kjo është e keqe për fëmijët tanë. Ata njerëz të cilët kanë lindur dhe thuhet nuk më ndryshojnë dot as prindrit e mi, që janë pak 1 deri në 2.5% që kanë kromozome shtesë, ata njerëz padyshim që kërkojnë involvim në rrethin shoqëror, por ne nuk po bëjmë një ligj aty që të verbërit janë po marrin pushtet mbi pushtet. Jo, ata kanë një klauzol të tyre. Dhe këta njerëz duhet të kenë një klauzol të tyre, padyshim të kenë mbështetje. Dhe t'i mbrohet e drejta njerëzore. Por ne nuk mundemi dot që të vëmë në kodin familjar martesën burr me burr, sepse kjo do vi. Me këtë frym, ajo do vi. Po çfarë do kërkohet tjetër? Surrogacia. Sepse ajo ka ndodhur. Ky është zinxhiri i tyre, nuk ka zinxhir tjetër. Se si funksionon kjo rrym liberale. Ky është zinxhiri. Dhe nëse ju njihni një zinxhir tjetër liberale, me këtë frym, me këtë flamur, LGBT-ja, ma tregoni. Ne nuk jemi kundër lumturisë së një vajze e cila thot, unë nuk dua të martohem, e di unë këtë dëshiroj. Kur nuk kemi qenë kundër kësaj, sepse nuk e cënojmë ne konservatorë të drejtën personale. Ne rrisim pushtetin individual, ne rrisim portofolin individual, ne japim mjete të ndërtohet dhe të bëhet oligark ky njeri, dhe e zvoglojmë shtetin përpara individit. Ky është konservatorizmi që nuk e tregojnë. Pse nuk e tregojnë? Sepse shqiptari në vetvete është një konservator, sepse kërkon një pushtet individual që është i mbytur nga komunizmi. Këta nuk të lejnë të vendosësh një tent, por të lejojnë që të presësh, më falni për shprehjen, të presësh organin gjenital. Kjo është Shqipëria sot. Ti nuk vendos dot një tent dhe një kotec pulash që fëmijët e tu të kenë vezë bio, por ti mund ta presësh organin gjenital se Ministria e Shëndetësisë po kujdeset që të bëjë një ligj. Atëherë, kur ky ligj që nga formatuar nga gjinie shumë fisht dhe diversiteti nga filozof, atëherë pse ka kaluar nga Ministria e Shëndetësisë? Unë nuk di që Ministria e Shëndetësisë të merret me filozofi. Unë di që merret me krasitje organesh gjenitale. Sikurse e kanë bërë dhe Luanën, ashtu siç ishte bërë. Mua më vjen shumë keq. Unë nuk jam pro kasapanës biologjike. Unë jam pro pushtetit biologjik që njeriu të jetë i shëndetshëm. Në gjirin e familjes me nën baba. Unë nuk kam parë një dashuri më të madhe se sa e nënës. Sepse në të gjitha eksperimentet njerëzore që janë bërë, eksperimente politike, ka kaluar në shumë faza njeriu. Absolutisht. Dhe është mirë që ne të lexojmë në sa faza ka kaluar jeta e njeriut në evolvim. Nuk ka pasur dashuri më të madhe se e nënës. Pra është një fenomen që nuk ka dështuar. Ne po shkojmë drejt një fenomeni tjetër, se këto organizata do ta duan më tepër Luanën se sa nëna dhe babai. Dhe i kishin thënë gënje se babai ty të ka rraur. Dakord, kjo kërkon vërtetësi. Sepse babai i saj nuk jeton për fat keq. Dhe do kemi dëshminë e nënës së saj. Ktu do shikojmë se çdo ndodh. Por që është fakt që ajo është transformuar, është transformuar. Dhe kush e ka bërë? Streha. Pra, çfarë kemi thënë ne? Që unë u dënova që streha po merr një fuqi për t'i indoktrinuar edhe në për shkolla që ne donim ta ndalonim. Ne nuk thonim jetën individuale të 2% të popullsisë ta cënojmë, jo. Sepse është një pakicë që është një grup vulnerabël, ka jetën e vet, ne s'kemi ndërhyrë në jetën individuale.
Dhe gjithmonë kanë krijuar një gjuhë rretje për të treguar që konservatorët ne na urrejnë, shiko çfarë bëjmë, ta ngrejmë, ta shajmë, ta transformojmë. Jo, ne i duam më tepër se sa streha ata njerëz, sepse ne e dimë që janë pambrojtur. Sikurse Luana është e pambrojtur sot. Dhe na vjen shumë keq. Po kodi familjar në Shqipëri duhet të qëndrojë nën baba. Kur të lëviz kjo shtyll, kjo ka qenë deklarata ime që thash do iki sepse unë nuk do ri gjyqeve. Haziza në një diskutim ishte ti nuk di sepse të ofendojnë absolutisht, dhe e dyta ishte do të fusim në burg. Pastaj debati jon tek fëmia trans kishte një dekadencë të tillë. Kaq. Dorina i vuri pikën, Robert, do i vësh ti pikën tënde? Shiko, diskutimet janë shumë të larmishme lidhe me këtë gjë. Unë gjëja që mund t'ju them është që shumë nga këto frikrat që hidhen janë thjesht frikra. Nuk du t'i hyj aspekt ideologjik, nuk më intereson ideologjia kur flas për drejtat e njeriu. Konservator, liberal, të majt, djath, ka shumë njerëz tjerë që mund ta bëjnë këtë punë dhe nuk s'ka pse të merrem unë me këtë gjë. Por gjëja që mund të them është që ka një lloj hipokrizie në narrativat që krijohen. Ka një lloj tendence për t'u viktimizuar. Ka një lloj tendence për t'i dhënë të drejtë vetëm vetes, po pa dëgjuar arsyet e tjerëve. Dhe gjëja që unë më shumë dëshiroj lidhe me këtë gjë është që të informohen njerëzit në mënyrën e duhur. Sa mirë që jemi ne. I kuptoj qëndrimet që një dikush mund ta lexojë diçka në një mënyrë apo në një tjetër. Sa mirë që jemi ne, ato grupe viktimizohen, ato grupe nuk na dëgjojnë, ato grupe nuk dëgjojnë prindrit. Po dëgjojmë me shumë durim. Po jo pra jo. Jo se po mashtron. Po jo pra se nuk ta lejojnë. Mirë se nuk ta lejojnë që ti thua ti konservatorëve viktimizim. Konservatorët kur nuk viktimizojnë. Konservatorët ndërtojnë dhe pala tjetër vjen të kontrollojë dhe të menaxhojë. Edhe tash çe do bësh protagonizëm. Jo pra jo, po jo pra. Po tash ti fole. Po je gabim. Unë nuk isha dakord fare me gjërat që ti the. Nuk ta lejoj. Dhe nuk ja lejova vetes që të ndërprisja. Se nuk jemi ne që bëjmë viktimat. Janë tjera grupe që kanë marrë fonde, janë të tjera grupe që kanë transformuar fëmijët në trans. Jeni për lirinë e mendimit. Jeni ju që keni transformuar një fëmijë trans. Më fol për fëmijën trans. Nuk është hipokrizi kjo. Më fol për fëmijën trans. Thjesht për lirinë e mendimit dhe mos Hipokrizia është juaja që e paguar me taksat e mia dhe vjen të më ofendosh mua. Je paguar me taksat tona. Nuk është hipokrizi kjo që po bën ti tani. Jo, je paguar me taksat tona. Tash ti je për lirinë e mendimit. Dhe po mohon. Dhe u qave këtu se të shcënu liria mendimit dhe mu nuk po mblet ta shpreh mendimin. Ti mua më ke dënuar dhe ti e mohon. Ndërkohë që unë të thash, ti më ke dënuar dhe e mohon. Ndërkohë që unë të dëgjova ty me shumë durim. Ti më ke pavarësisht se nuk isha pavarësisht se nuk isha dakord fare me gjërat që ti the. Ti më ke dënuar me sajesat. Ti më ke dënuar me sajesat. Nga ministria, nga tredhja e përfundove ke nëna e ke baba. Ti më ke dënuar pa prova. Të dëgjova me shumë durim dhe ti tani mund të më ke dënuar pa prova dhe do ta shikojmë në gjyq këtë gjë. Se ke frikë nga fjalët e mia. Nuk ke nga të vërtetat që do them unë. Provë që më ke dënuar. Nga bindjet që kam unë. Ti ke frikë nga unë. Patjetër më lën ta them. Ti ke frikë. Unë të lash ta thoje. Por ne nuk viktimizohemi. Po shumë. Hiqe këtë fjali. Shumë bukur. Ne i dalim ball. Drejtuesja tha që i vure pikën, çe si e ve pikën ti, duke vazhduar dhe me një fal. Ne i dalim ball. Për viktimizim. M'fal, ka gjithë kohës që më drejtohet mu ju për gjëra që unë s'jam fare dhe unë prap gjithsesi pata mirësinë ta dëgjoj. Dhe juve tashi po duke drejtu thoni që akuzov, po unë do ta marroj me mendimin tim. Ndërpreva unë kur foli. Replikoj sepse më fal. Artikulove viktimizimin. Ndërpreva unë kur foli. Jo, dakord, po. A e bëra unë këtë gjë? Unë nuk isha dakord fare me gjitha sa u tham, po prap pata durimin ta dëgjoj, sepse është e drejta e Dorinës ta shprehë mendimin e saj, pavarësisht se unë nuk jam dakord. Dhe pavarësisht se edhe ju nuk jeni dakord. Jo, unë por ama pretendoj në bisedë nuk ndërhyra shumë, se pretendoj bëj shumë pyetje, po unë zgjodha qëllimisht sepse është një pretendoj një lloj çështje delikate edhe ta diskutojnë dy njerëz. Pretendoj një lloj reciprociteti, që do të thotë, siç pata unë durim ta dëgjoja, duhet të ketë Dorina durim. Unë patjetër nuk e kam problem ta them ose them. Por pretendoj që nëse duhet ta them, duhet respektohem për këtë gjë. Sidomos nga një njeri i cili i mshon shumë faktit që liria të shprehurit lirinë e mendimit është shumë e shenjtë. Dhe unë atë po bëja, po shpreh lirinë time të mendimit. Po zgënjem o zotëri përpara meje. Nuk lejoj unë gënjeshtra.
Nuk je për lirinë e mendimit. Mos gënje me mua. Nuk je për lirinë e mendimit. Unë jam mësuar me shtylla të drejta, jo me shtylla të Nuk shtrenjta. je me lirinë e mendimit. Lutem shumë, unë dua një shtyllë kurrizore të një burri që është përballë meje. Pse po gjen konflikt kot? Jo. Do protagonizëm bëje për mua. Unë nuk jam viktimizuar. Nuk ka problem, nuk e them. Jo, mos e thuaj, je gabim. Nuk besoj që është kjo liria e shprehjes. Je gabim. Se është problem kur lirinë e shprehjes. Ja, aty del. Ti e pretendon më të madhe për veten tënde. Po liria e shprehjes nuk është gënjeshtër. Kur duhet ta bësh për të tjerët, pastaj duket sikur po bën. Po liria e shprehjes nuk është gënjeshtër, nuk është. Liria e shprehjes është për gjithë. Atë e di kush është gënjeshtër. Por nuk e vlerëson ti të kërkosh fonde dhe të viktimizohesh. Të kërkosh fonde dhe të viktimizohen. Veten nga kjo gjë. Nuk je ti Nuk jam me fonde unë. Nuk jam me fonde unë, zotri. Dhe nuk e vlerëson ti. Unë nuk jam me fonde. Nëse diçka është e vërtetë apo jo. Zotri, unë nuk jam me fonde. Gropa e zezë është me fonde. Dhe lën ta them Gropa e zezë është me fonde. Po pse ke frikë ta them mendimin? Ti do ta thuash atë. Por mos ta thuaj ne viktimizohet se jeni ju që viktimizoheni. Unë është perceptimi im, s'mund ta them unë këtë gjë. O zotri, mos na akuzoni një gjë që jeni ju. Po nuk po akuzojnë, unë. Kujdes pra. Për mua po konstatoj në këtë rast, nuk po akuzoj fare. Ankoheni se ju rajnë, ankoheni se ju dërmojnë, ankoheni se ju marrin fjalën dhe ndërkohë ju merrni fëmijët dhe i bëni tranca. Kaq. Po ngjo. Po ti pse vjen me mua në diskutim? Ti hajde vetëm dhe thuaj gjërat që ke. Qose do diskutojmë bashkë, të dëgjova një orë. Po s'më dëgjove pra, sepse do shikosh emisionin sa të kam dëgjuar. Si të dëgjova me shumë durim, ta thash edhe një herë, duke mos qenë dakord fare me çfarë the. Prapë të dëgjova dhe nuk pata fare guximin as të ndërprisja sepse e respektoj fjalën, pa ama pretendoj që ti ta respektosh. Nuk paguaj taksa për e morën pra vesh tash që s'pagun taksa. Në rregull. Kujdes evazioni fiskal. Jo taksa pagu. Me që s'o thot s'paguaj dhe ndoshta mund të jetë çështje evazioni. Po thot mua evazioni, e kupton për pra edhe një herë, të lutem, se du ta përmbyll, ta vedhon pikën. Nuk më jam shumë e tjera. Po nuk kam ndërmend Babai im ka qenë ekspert kontabil i firmës së shkruajës. Dhe jam shumë mirë e informuar, e studiuar në ekonomi. Ata themun atë që duan. Nuk shkelun. Se u bë si Beluli kjo puna jote. Ta mbaroj. Mos më tre mua. Po pra nuk du më për Beluli. Shumë duhet. Ta mbaroj unë tash. Apo s'duhet ta mbaroj? Jo, ta mbaroj, po patjetër unë ja dhash fjalën. Po ta mbaroj, po unë. Po tani e ke me Dorinën se unë s'të ndërpreva unë. Presionin, bëjmë presion kujdes evazioni fiskal. Një baraz balanca, po edhe thot pastaj gruaja. Edhe thot pastaj gruaja. Ne kemi liri. Edhe thot pastaj gruaja. Do bëjmë presion kujdes evazioni fiskal dhe thon pastaj gruaja. S'kam ndërmend të. A jemi për barazigjen e orë? Jemi pra për pikërisht për barazigjen e orë, dëgjoj dhe pretendoj të dëgjohem, nuk po them një gjë më të madhe, po pretendoj të dëgjohem. Dhe është pretendim minimalist. Që bën presion, sa gabim që bën presion. Jeni shumë të vegjël. Ju jeni një ushtri shumë e dobët. Bën presion. Po sa të vegjël jeni ju. E kupton, merr një evazion fiskal. E kupton çfarë fjali e ke thënë? Po je dhe burr kundër një gruaje, domethënë që ti flet për gruan. Vetëm ti s'duhet flasësh për gruan në Shqipëri. Po mirë, tash do thush më parrulla, do bëhesh e famshëm. Po ju nuk kam nevojë. Po lëre pra të flasi ti. Ne kemi nevojë për qetësi që ju nuk na lini. Po rri pra qet flas. Nuk na lini qet. Po të flas pra ta mbaroj. Çdo vit një histori. Pra, e gjithë ideja është që nevojitet dhe ju shumë mirë bëni që ndërtoni program, nevojitet informim shumë i madh. Pavarësisht se ligji u miratu, nevojitet prapë informim. Sepse ka nevojë shoqëria të informohet për të vërtetat. Po ne u ndalëm te kjo pjesë. Patjetër jo shumë mirë, patjetër ju mundësit. Po sigurisht që ka 1001 gjëra për atë që mbuloni ju për të diskutuar. Është shumë e nevojshme që të ketë informim, meqense u mblodhëm për këtë ligj, të ketë pikërisht mbi këtë ligj, që të tregohet i gjithë ligji me gjithë potencialin që ka. Tani ka shumë sa po diskutohet pasi është miratuar, nuk u diskutua as para se të miratohej, që duhet të ishte diskutuar. Fakti që ndodhi gjë nuk do të thotë që neve s'duhet të bëjmë gjë tjetër. Neve duhet të vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, sepse ndihmon shoqërinë për ta kuptuar më mirë dhe për ta përdorur, sepse ligjet kanë për qëllimin kryesor, nuk e kanë thjesht të miratohen. Domethënë shqetësimi që un kam pas lidhje me projekt ligji, lidhet me faktin, dhe ky është shqetësim endemik që ne kemi, se e konstatojmë për ditë punën tonë. Jo me faktin që ne nuk kemi problem miratu ligjet. Ne kemi problem me zbatu ligjet. Me dhënë dhe lek për të zbatuar ligjet. Dhe kjo është arsyeja që pse ndodhin kaq shumë padrejtësi, sepse nuk zbatohen ligjet. Dhe gjëja që ne kemi merak lidhe me këtë ligj është që jo vetëm të informojmë që është shumë e nevojshme, por të kërkojmë zbatimin. Sepse është e kohë që miratohen ligje dhe nuk zbatohen. E njëjta gjë që ka ndodhur me ligjin paraardhës. Dhe prapë ja u thash në fillim, shqetësimi që kemi pas është që ligji është, po halli është që nuk miratohet, që nuk implementohet. Kështu që edhe lidhe me këtë ligj është shumë e rëndësishme që shumë mirë që u miratu dhe të informohet shoqëria mbi gjithë potencialin që ka, por betejë e vërtetë që unë mendoj gjithë shoqëria duhet bëj dhe duhet ja kërkoj shtetit
është që të garantoj zbatimin e këtij ligji tashmë. Sepse një nga arsyet që pse ne kemi akoma kaq shumë diskriminim gjinor në Shqipëri, lidhet me faktin që ligji paraardhës nuk arriti dot që ta zbetet në mënyrën e duhur. Pa çka se mund të ketë arritje në disa aspekte, por në thelb pabarazia gjinore mbetet shumë e madhe. Kemi një mbizotrim, akoma të një gjinie kundrejt tjetrës. Duam s'duam ta pranojmë, daq publikisht, daq individualisht, po është një e vërtetë. Dhe ne e prekim këtë dhe me punën tonë. Kështu që sfida e vërtetë është si të lobojmë gjithashtu dhe të kërkojmë gjithashtu nga autoritetet shtetërore që ta zbatojnë ligjin. Dhe jo të merrem me anatemime ligjesh. Është për të qeshur, sepse e di si flasin sikur ka ndodhur një protest grash që ndodhi dikur, që gratë janë të dhunuara, kanë dalë 1000 grame parrulla. Pse s'janë dhunuara aty? Po dhunohen këtu. Nuk janë dhunuara gratë. Po flet sikur ka ndodhur dje një protestë e tillë, që një protestë e tillë s'ka ndodhur sepse gruaja shqiptare. A nuk janë të dhunuara? Bën dy punë, gruaja shqiptare bën dy punë. Gruaja shqiptare është e hequr nga puna dhe nuk ka asnjë unë nuk kam parë ndonjë mesazh të një ta tregoj unë gruan shqiptare tani, çfarë më shkruan për ju. Atëherë gruaja shqiptare për ju zotri shkruan. Okej. Gruaja shqiptare thot diskriminimi. Një grua shqiptare. Jo gruaja kështu tërsi. Gruaja shqiptare thot një mesazh për... se edhe kështu mirë me semantikën e fjalëve. Një grua. Diskriminimi thot... Një nga gratë e Shqipërisë. Atëherë gruaja shqiptare thot diskriminimi. Vazhdo deri kur ta gjesh. Libri. Ja një sekond se kishte një foto me libër, shumë bukur. Ta gjej unë, pa merak. Ore nxirre publikisht, ka nevojë. Jepja ta nxjerrë. Ajo po e lexon. Ta publikoj pamfleti, kur të nxjerrë këtë, ta nxjerrë edhe këtë që do të nxjerrësh. Atëherë, në opinionin tim, njeri më pika, nuk e s'ka rëndësi se... Po jo, thuaj, pse Okej, në opinionin tim njeri më të ndyrë se ky Roberti s'më kanë parë syt. Kam pasur një rast dikur aty dhe jo që nuk më zgjidhi, por u ndjeva e diskriminuar nga vetë institucioni i diskriminimit. I kam çuar gati 500 faqe fakte dhe donte të më përfshinte te viktimizimi. Nuk e kuptoj këtë çka dashur të thot, mund të na e zgjeroj kur ta shikoj. Se normal unë isha qytetare thjesht, kurse maskarai drejtor që më hoqi kot nga puna ishte i afërm i një deputete që akoma vazhdon të jetë në parlament. E kuptoj Luanën sepse për largimin nga puna po të njëjtën praktik përdorën dhe me mua. Së kuptoj këtë fjali, prap, besimi im të institucioni diskriminimit dhe sidomos të ky drejtues i atij institucioni ishte 0. Urdhëro, shikosh adresën. Jo, se të besoj në fjalët që thu. Jo, po them që po gënjej fare. Pra besimi një gruaje te ky institucion është 0. Grua. Më vjen shumë keq për këtë gjë. Se luftojmë shumë për besimin, po më vjen shumë keq. Uroj të ndryshon. Okej. Se kjo është një temë që flitet pafund, ka shumë për të thënë, po ne po e mbyllim se i kaluam gjitha limitet. Meqense Dorina ta kërkoi në hyrje ndjesën, s'ke ndërmend. Çfarë ndjesë? Ta japësh për çështjen tuaj, Dorina? Jo. Është e kotë. E zgjidhim në gjykatë se kam shumë fakte. Ne kemi kërkuar net, kërkoi Dorina ndjesë herë përpara. Që ka gabuar. Do kërkoj unë ndjesë pse kam mbrojtur fëmijët nga ajo që i bën Luanës. E kuptoni ku jemi ne? Domethënë, ky njerëzim po është në dekadencë. Nuk e di çfarë po jetojmë, po nëse babai apo gjyshi jon ka luftuar me gjermanin dhe me italianin me pushk, e dinim me kë po luftonim, ne tani nuk e dim me çfarë po luftojmë. Kriza e mendimit. Jetojmë në epokën e krizës së mendimit. Okej, mbyllim sepse kemi kaluar çdo limit. Ju falenderoj shumë që ju kisha në studio, kënaqësi. Të nderuar miq, faleminderit që na ndoqët, pa shoqë rikthehet sërish.